Të nderuar teleshikues, asalamu alaikum. Mirë se vini në emisionin ton të radhës Pyetjet në Kur'an. Siç e dim gjithë ne, jeta është një udhtim i cili e ka një fund. Mirë po feja islame, duke qenë se ka përfshirë çdo aspekt dhe çdo dimension të jetës njerëzore, pa dyshim që një aspekt i rëndësishëm të cilën Islami nuk mund talente pa e pasur në fokus është edhe trashëgimia. Trashëgimia nuk është thjesht raport shifrash, por ajo i jep shpirt zemrave përpara se t'i japë shpirt botës materiale. Në trashëgimi shpaloset drejtësia hyjnore. Mirë po, s'ka dyshim se shumë pyetje dhe shumë enigma ngrihen rreth kësaj çështje. Prandaj ne me hoxhën tonë të nderuar do të sqarojmë shumë pyetje dhe shumë aludime që bëhen rreth kësaj teme. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhët në emisionin ton të radhës. Atëherë sot kemi në fokus një ajet i cili është gjithashtu interesant, që është ajeti 176 i surës An-Nisa. Zoti thot: "Ata kërkojnë nga ti, o Muhammed, gjykim për kelalen", pra dikë që nuk ka as pasardhës dhe as prindër. "Thuaj ju, Allahu ju udhëzon për ju një njeri të tillë. Nëse një burr vdes pa pasur fëmijë dhe prindër, ndërkohë që ka një motor, atëherë asaj takon gjysma e trashëgimisë. Në qoftë se një grua vdes pa pasur fëmijë dhe prindër, atëherë vllai i saj është i vetmi që do ta trashëgojë. Në qoftë se një burr pa fëmijë dhe prindër ka dy motra, atëherë ato do të trashëgojnë 2/3 e pasurisë, por nëse ai ka edhe vëllezër edhe motra, atëherë mashkullit i takon trashëgimi sa pjesa e dy femrave. Kështu Allahu ju sqaron ju në mënyrë që mos të humbisni, Allahu është i dijshëm për çdo gjë." Atëherë, hoxhë i nderuar, pyetja që e lind natyrshëm është: ç'ne feja merret me punët e dynjas, me punën e pasurisë? Kush dëshiron të ndaj fen vetëm në çështjet, le të themi, shpirtërore apo morale, pa e përfshirë atë në jetën e përditshme, faktikisht, domethënë e ka mbytur fen ose e ka nxjerr fen nga qëllimi i saj. Qëllimi i fesë është ta lumturojë njeriu. Qëllimi i fesë është njeriu ta gëzojë edhe jetën e kësaj bote, përveç se do të gëzojë jetën e botës tjetër. Qëllimi i fesë është se njeriu është halif në këtë tokë, pra është ai i cili i është lënë kjo tokë në menaxhim. E si pasojë ta bëjë atë sa më të mirë, jeta të jetë sa më e mirë. Kështu që feja përfshin çdo kapilar të jetës, si në këtë botë dhe në botë tjetër. Feja është sistem, mënyrë të jetuarit. Pra nuk është feja që falu dhe pastaj ti bëu laik. Jo, s'ka lidhje. Feja është falësh, lutesh, po edhe të jetosh sipas rregullave dhe ligjeve të fesë. Kështu që domethënë për këtë arsye, domethënë, siç e thatë edhe ju, feja ka përfshirë në vetvete dhe rregullat jo vetëm të kësaj bote, po edhe çfarë ndodh me njeriu mbas vdekjes, po edhe çfarë duhet bëjmë me pasurinë e njeriu, që quhet trashëgimia, dhe kush e meriton më shumë të këtë lloj pasurie. Abaukum au abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Prindërit apo fëmijët, ju nuk e dini se kush është më i dobishëm për ju. Për këtë arsye i ka dhënë fëmijëve pjesë nga pasuria, i ka dhënë dhe prindërve pjesë nga pasuria. Mirë po fëmijëve ju ka dhënë më shumë se sa ju ka dhënë prindërve, sepse thot Zoti e din më së miri se kush është më i dobishëm për ju. Pra, çdo gjë ka urtësinë e vet. Ndarjet i kanë urtësinë e vet, domethënë Zoti i Madh i ka ndarë gjërat në atë formë që gjithë secili të marrë hakun e vet, por edhe domethënë njeriu, domethënë të përfitojë ai i vdekur nga kjo që po shpërndajnë dhe po përfitojnë të gjallët. Pra mos të reduktohet. Ka dhe gjë tjetër interesante, domethënë që njeriu domethënë në Islam gjen edhe detajet më, le të themi, më interesante të zhvillimit të mënyrave apo të llojeve të trashëgimisë. Pa nuk ka lënë, domethënë, ndonjë rast pa u sqaruar, dhe është i vetmi, le të themi, ose e vetmja fushë ku Islami ose Kurani futet në detaje që nuk është futur në asnjë lloj detaje tjetër. Për shembull, thuhet në Kur'an që duhet falemi. Përmenden në Kur'an 5 vaktet, por nuk përmenden detajet. Kur hyn kohët e falës nuk përmenden. Sa rekat falë nuk përmendet. Çfarë thuhet në falë? Ndërkohë që trashëgimia është përmendur me detaje.
kur vdes burri, kur vdes gruaja, kanë fëmijë, kur dikush vdes dhe ka fëmijë, po ka dhe prindërit, kur vdes po nuk i ka prindërit, kur ka vetëm vëllezër, kur ka vëllezër, çdo detaj që ka të bëjë me trashëgimin, pra çdo lloj çështje që ka të bëjë me trashëgimin, do ta gjejmë në Kur'an, në përgjithësi dhe shumë rrallë gjejmë në hadithet e pejgamberit alayhis salam. Pse? Sepse është çështje pasurie, është çështje paraje dhe nuk mund t'i shkonte në fund dhe në detaj ashtu siç duhet dhe më mirë se sa Zoti i gjithësisë. Për këtë arsye vetë Zoti e ka marrë përsipër që ta sqaroj këtë gjë. Pra, mos ketë asnjë lloj hapësire për pse ma dha, pse s'ma dha, pse më dha më pak, pse s'dha më shumë. E ke në Kur'an, e ke përcaktuar në Kur'an, kështu që nuk ka vend le të themi kështu në thojza për abuzim. Domethënë është e sqaruar nga vetë Zoti. Madje ka dhe aplikacione online që ti vendos anëtarët e familjes dhe ta ndajnë, domethënë një Po, absolutisht, po sidoqoftë aplikacioni një algoritëm perfekt si Zoti me disa ajete të vogla në Kur'an ka arrit ta ezauroj si tempra, ta mbylli. Gjithashtu një aspekt interesant është shoqëria kudo dhe kurdo ka qenë ndarë midis dy ekstremeve. Një pjesë që thoshte ç'pun ka femra të marrë pjesë nga trashëgimia, dhe një pjesë që thot femra le të marrë gjysmën ose barabart me burrin. Si është qëndrimi i Islamit në këtë mesele? Faktikisht tu kemi edhe një gjë tjetër interesante që është ajo le të themi në përgjithësi thon femrës si takon sa gjysma e mashkullit. Po faktikisht nuk është kjo gjithmonë. Atëherë Islami ka këtë qëndrim. Islami thotë që femra patjetër trashëgon, nëse është ndër trashëgimtarët. Dhe ajo që thuhet në popull apo tek njerëzit në përgjithësi që e ka tek burri, po u martu s'ka më gjë tek shtëpia e vëllezërve apo tek shtëpia e prindëve. Po, kjo nuk ka të bëjë me Islamin, kjo është ignorancë dhe padituri. E vërteta është që vajzën si takon haku i saj, ka dhe të drejtën në trashëgimi njësoj si ka dhe çuni. Duke qenë se ajo tashmë nuk ka përgjegjësi kryesore mbi familjen, siç e ka djali për familjen dhe për njerëzit që do të vinë në shtëpi etj, atëherë Islami në këtë rast tha 2 hise çunit dhe 1 hise gocës. Pra njeh shpenzimet burrit, se në gjuhën ekonomike kështu njihet. Bravo. E subvencionon. Ndërsa pjesa tjetër, vetëm 4 ose 5 raste në Islam, në të gjitha le të themi, në të gjitha rastet e trashëgimisë, merr mashkulli më shumë apo sa 2 fishi i femrës. Pastaj në të gjitha rastet o marrin barazim, pra janë afërsisht 18 raste që marrin barazim ose merr femra më shumë se sa mashkulli. Interesante. Kështu që, domethënë, ajo që thuhet që si më thon Islami thotë femra merr sa gjysma e mashkullit, nuk është kështu rregull. Sepse kompensohet me pasurinë që krijon femra e ka të vetën. Pra nuk është detyruar. Jo vetëm kjo. Jo, kemi raste konkrete ku femra merr më shumë se sa mashkulli. Janë afërsisht 15-16 raste ku femra merr më shumë se sa mashkulli dhe shumë raste të tjera që marrin barazim. Rasti 2 hise me 1 hise funksionon vetëm tek djalit dhe vajza dhe vëllezërit dhe motrat që janë me ta, që janë domethënë trashëgimtar dhe s'ka trashëgimtar tjetër. Pra janë raste shumë të kufizuara këto që është 2 hise me 1 hise, por ndryshe rastet e tjera janë ose barazim ose femra merr më shumë se sa mashkulli. Në fakt pjesa e testamentit të trashëgimisë që rëndom thuhet në gjuhën juridike është Shive në surën Nisa, në fillim fare. Feli abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudus. Prindrit marrin gjithsecili 1/6. 1/6. Ajeti më poshtë feli ummihi thuluth. Nona merr 1/3. Po. Kështu që po. Thjesht e solla si argument. Dhe trashëgimia njihet si ligjet e funit që merret me të vdekurin. Pra nuk ka më momenti që njeriu ndron jetë, ligjet e fundit që trajtohen në testament. Dhe trashëgimia faktikisht në Islam nuk fillohet me të pa u par borxhet e të vdekurit, pa u par amanetit të vdekurit. Pra shihen disa gjëra, shihet testamenti i të vdekurit, nëse është i saktë apo jo, dhe pastaj mbarojnë gjitha këto, pastaj futemi tek ose fillon ligji i ndarjes dhe i trashëgimisë. Dhe duke qenë në tillë, normalisht ka shumë padrejtësi. Baba manhatër. Pra, një fëmijë jep gjysmën e pasurisë ose të gjithën. Sepse ky i ka marrë pleqt për shembull. Ky ka marrë pleqt. Fëmijës që ka marrë prindërit për shembull. Ose para se të vdesi. Pra, kemi rastin e testamentit që ai jep gjithë pasurinë, po kemi edhe rastin para se të vdesi, ja lën gjithë pronat fëmisë me cilin rrin.
dhe është shumë e përhapur dhe besoj është një pyetje që njerëzit ta bëjnë. Si është vetëm një gjë interesante ka me qira muhabeti, në Islam shumë testamenti për trashëgimtarët nuk lejohet. La wasiyet li warit. Nuk është i pavlefshëm testamenti i lënë për trashëgimtarët. Qartë. Sepse trashëgimtarëve u ka nda Zoti, nuk ke çfarë ndash ti më. Testamenti mund të lihet për njerëzit që janë jashtë trashëgimisë. Dhe këtu ka një kusht. Cili është kushti? Duhet të jetë më pak se sa 1/3 e pasurisë. Pra ti nuk mund të lesh njeriu të huaj gjithë pasurinë tënde, se ke zënk me fëmijët për shembull, apo ku e diun me nuset e çunave për shembull. S'ka lidhje. Këtu deri 1/3. 1/3, nëse ai ka lënë testament mbi 1/3, nuk zbatohet. Zbatohet vetëm 1/3 dhe pjesa tjetër është për trashëgimtarët. Për të kthyer pak më konkretisht tek ajetin fjalë. Është e çuditshme se si Kurani merret dhe me detaje, siç e thatë dhe ju, dhe një rast është pra rasti konkret El Kelale. Po. Kush është El Kelale? Atë El Kelale quhet personi i cili vdes dhe nuk ka rënjë dhe nuk ka deg. Kështu e thënë, le të themi në gjuhën terminologjike. As prindër as pasardhës. Po nuk ka as, si më thënë, pararendës, pra nuk i ka prindrit gjyshis të gjysh, nuk i ka, po nuk ka edhe fëmijë apo fëmijë të fëmijës, apo nuk ka, do të thënë. Si më thënë, është njëri i shkëputur ose njëri i kputur ose filikati. Filikati ka edhe trajtimin e vet. Çfarë bëhet me të, domethënë? Sepse në përgjithësi fjala trashëgimi nën kupton rënjët ose degët. Kurse këtu e kemi pa rënjë dhe pa deg. Ky si trajtohet? Dhe Zoti Imam, Zoti i Gjithësisë e trajtoi El Kelale në të dyja situatat. El Kelale, ai filikati pa rënjë dhe pa deg, kur ka vëllezër dhe motra nga nëna, dhe filikati kur pra që nuk ka trashëgimtar, por ka vëllezër dhe motra nga babai ose nga nëna dhe babai. Atëherë këtu për këtë arsye kemi, po ta shohim surën Nisa, është përmend 2 herë El Kelale, është përmend një herë në fillim të surës, u in kana rajulun yunus kalalatan aw imra'atun falaha wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus wa in kanu akthar min dhalika fahum shuraka'un fi thuluth. Ajeti në fillim. Pra, dhe nëse dikush është filikat pa trashëgimtar dhe ka dhe ka, le të themi, ka lënë vlla ose motër, i takon 1/6, dhe nëse janë më shumë vëllezër dhe motra, ata janë ortak në 1/3. Ajeti i parë, kurse ajeti jon këtu thot, yes'aluna anil kelale, ndërkohë që ka një motër, fil kelale. Të pyesin ty o Muhammed për filikatin. Thuaj, Zoti do të asirojë çështjen e filikatit. Nëse njëri ka vdekur pa pasur fëmijë dhe prindër, është kelale pa pasur trashëgimtar dhe ka lënë vëllezër, ndërkohë që ka një motër, thot, asaj takon gjysma trashëgimisë. Nëse ka lënë një motër, asaj takon gjysma. Nëse është më shumë se një motër, i takojnë këtyre motrave, i takon. Në qoftë se është një grua, thot, vdes pa pasur fëmijë dhe prindër, atëherë vllai i saj është vetëm që do ta trashëgoj. Në qoftë se një burr. Një sekond. Atëherë, seruam kur janë vëllezër për vëllezër dhe motra për nën. Pra marrin 1/6 nëse janë tek, 1/6, nëse janë më shumë se një vlla dhe motër, pra nuk kemi këtu në rastin e parë, nuk kemi vëllezër dhe motra nga babai dhe nëna, ose nga babai, një person filikat dhe nuk ka prej njerëzve vetëm se vëllezër nga nëna. Atëherë vëllezërit nga nëna marrin, nëse janë tek këta, marrin 1/6 ose vllai nga nëna merr vetëm 1/6, po çfarë bëhet me pjesën tjetër pasurisë? Ka gjykim tjetër Islami për pjesën e mbetur. Nëse është një motër nga nëna, merr 1/6, nëse janë shumë vëllezër dhe motra nga nëna, atëherë bëhen ortak në 1/3. Si ndahet 1/3 mes vëllezërve dhe motrave nga nëna? Barazim. Pra dhe mishkujt dhe femrat janë ra i rregulli sa 2 fishi. Vim këtu, në rastin tonë, njëri është filikat dhe ka vëllezër dhe motra nga babai dhe nëna ose nga babai, atëherë ndarja është si ndarja në përgjithësi. Nëse ka një motër, ajo merr gjysmën. Nëse ka më shumë se një motër, ato marrin 2/3 edhe i ndajnë mes tyre. Nëse ka një vlla, po s'ka motra, atëherë vllai e merr gjithë pasurinë.
Nëse ka më shumë se një vëlla, atëherë këta vëllezër e ndajnë gjithë bashkë. Nëse ka vëllezër dhe motra, atëherë ndahet pasuria 2-1. Vëllezërit marrin 2 hise dhe motrat marrin 1 hise. 1/3. Pra që është Ndoshta do të jetë çik e lodhshme për të rishikuesit. Po interesant është detaji se Zoti i Madh është marrë me këtë detaj. Njeriu filli ka të patrashëgimtar. Nëse ka vëllezër nga nëna, ka këtë gjykim, nëse ka vëllezër nga babai apo vëllezër nga babai dhe nëna, vëllezër dhe motra nga babai dhe nëna ka këtë gjykim. Domethënë është marrë me një detaj që subhanallahu thot njeriu ore, domethënë nuk ka lënë gjë në trashëgimi pa e trajtuar. Në fakt për shumë interpretues Kurani, sura Nisa njihet dhe si sura e shtresave vulnerabël. Pra aty flitet për jetimët, për mendjeletit, për jetimet. Dhe duket sikur është çështje mbitor dhe kelale, pra një person filikat i cili nuk ka fare trashëgimi dhe mbyllet kjo sure pra për këto shtresa. Dhe një tjetër aspekt interesant ishte që shpesh të futen edhe munafikët. Pra rënditen me gratë, domethënë dhe hipokritët i ka bërë Zoti një lloj, i ka quajtur pak si cmur, domethënë. Mirë, po pyetja që lind natyrshëm është po në pjesën tjetër të pasurisë kelales ç'a ndodh? Pjesa tjetër, normalisht kjo është pjesë pastaj e shkencës së trashëgimisë islame ose e juridiksionit të trashëgimisë islame, që pjesa e mbetur kalon tek Beitul Mal. Pra është, le të themi, është institucioni fetar ose institucioni, le të themi, që gjykon sipas ligjit Zotit, i cili merret me këtë pjesën e mbetur, është ai i cili e trajton pjesën e mbetur. Nëse nuk ka institucion, për shembull, atëherë kthehet prapë tek trashëgimtarët, tek këta, kthehet prapë me të njëjtin formë ndarje. Ju në fakt trajtuam pak më parë çështjen e periudhës para islame, pra ku trashëgimia kishte shumë padrejtësi. Sot shohim prap aspekte të le të themi të mos praktikimit të kësaj lloji trashëgimie, pra që sidomos shoqërinë tonë njerëzit akoma janë shumë pa informuar ose më saktë shohin çfarë mund të kapin. E famshme shprehje KÇK. Një këshill ose një mënyrë se si njerëzit ta aplikojnë këtë pjesë, sepse kjo funfare është me dëshirë, pra. Ajo që mua më dhem më shumë në këtë lloj situate është kur shoh besimtarët që kur vdes dikush nuk gjykohen sipas trashëgimisë islame. Rendin nëpër dyert e gjykatave, bëhet zhurmë me njerëz, domethënë, cilët mundohen të përfitojnë nga ligji laik për interesat e tyre materiale personale. Tamam, siç e thot Zoti në Kur'an, e fe hukmel jahiliyeti yabghun. A mos vallë i kënaq dhe i ngop ligji i ignorancës? Wa man ahsanu min Allahi hukman li qaumin yuqinun. Nuk ka ligj më të mirë dhe rregull më të mirë se sa ligji dhe rregulli i Zotit për ata që janë me të vërtetë besimtar. Dhe këtë ne e hasim, subhanallahu, në disa lloj situatash, siç është rasti i divorcit, siç është rasti i trashëgimisë, nuk vren besimtarja apo besimtarja fare se çfarë thot Zoti për këtë gjë. Po intereson si të fitoj materialisht, ndërkohë që i thu vetes besimtar. Dhe shqyr Zotit, ne jetojmë në një kohë që kjo gjë mund të zgjidhet dhe ligjërisht. Pra, ligji e parë shikon që nëse trashëgimtarët bin dakord për një skemë të caktuar për të ndarjen e trashëgimisë, ajo është e pranuar në gjykatë, ose me ndërmjetësim e tjerë. Pra ka formë që, le të themi, ligji i Zotit të marrë trajt ligjore të certifikuar ligjërisht në gjykatat në vendin ku ne jetojmë, sipas ligjeve të shtetit, pa mund të certifikohet dhe ti edhe me Zotin je në rregull, edhe me ligjin je në rregull. Mirë, po të përdorësh, domethënë, laicitetin për interesa personale dhe të hedhësh mas shpine ligjin e Zotit, kjo pastaj ka një handicap shumë të madh, ka diçka që këtu nuk shkon, domethënë. Pra nuk është pjesa jote. Dhe në ato raste që njerëzit përfitojnë plus ose përfitojnë minus, pra çfarë do të bëjë një musliman i cili ka marrë mbi normën e vet, ose në rastet kur ka marrë poshtë, pra. Duhet ta çoj hakun tek i Zoti. Nëse ti nëpërmjet, le të themi, ligjit jo të trashëgimisë islame ke fituar më shumë se ç'meriton,
duhet ta çosh hakun tek i Zotit. Përndryshe ke marr zjarr nga zjarri i xhenemit, po ushqehesh me zjarr nga zjarri i xhenemit. Edhe pse e ke të ligjëruar me ligjin le të themi laik. Bëjmë një shkëputje shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Ja pra kur rikthyem sërish në studio. Atëherë hoxhë nderuar, ajeti në fjalë pra që ne po trajtojmë, padyshim që i bën në fund të surës An-Nisa. Pse Zoti ka sjell këtë rast, pra nëse ajetet e trashëgimisë i ka përmendur në fillim të surës, në rastin konkret kjo ka ardhur në fund të surës. Pra pse kjo lloj zhvendosje? Bukur, sikur po na thotë Zoti mos harroni se këto çështje të trashëgimisë janë shumë të rëndësishme dhe si më thën duhet të kushtoni rëndësi të veçantë. Pra në përgjithësi njerëzit fillikat nuk merren seriozisht. Edhe nga që nuk ka përgjegjës që kërkojnë hakun e tyre, se në rast se është dikush që ka vdekur dhe ka djem apo vajza, menjëherë ngrihet situata dhe pluhuri e gjitha. Kurse ky është fillikat, kush do ta kërkojë apo kush mund të merret me të? Atëherë Zoti e veçoi edhe një për rëndësinë që ka ngjarja ose rasti, dhe e dyta për të na dhënë edhe një herë me kuptues që çështja e trashëgimisë nuk duhet lënë masdore, vazhdimisht duhet angazhohemi me të, duhet merremi me të, nuk është një çështje që trajtohet një herë dhe mbyllet, po duhet të jetë pjesë e jetës vazhdimisht, duhet të jetë pjesë e trajtimeve, duhet të jetë pjesë e ligjit. Për këtë arsye për gjëra të bukura që thuhet për shkencë, për ligjin e trashëgimisë islame, thotë dia e parë që do të ngrihet nga toka, siç e ka thënë në Rahabia, është një vjersh që flet për trashëgiminë islame, wa annahu awwalu ilmin yurfa'u. Do të jetë dia e parë që do të ngrihet nga toka. Për këtë arsye edhe ndër sahabët, përse Zeid ibn Thabit i ka qenë, si më thon, një nga sahabët më të dalluar në çështjet e trashëgimisë islame. Pra, edhe ndër hoxhallarët sot për shembull nuk i gjen dot të gjithë hoxhallarët të shquar në çështjet e trashëgimisë. Janë disa prej tyre që janë që njohen si më njohës në detajet të trashëgimisë islame. Në fakt, duket sikur pjesë e trashëgimisë zgjidh atë, le ta themi, nyjen gordiane të monopolit pasurisë. Pra shpesh shohim disa njerëz të cilët e majnë pasurinë edhe pse kanë shumë, mund të jenë biznesmen të fuqishëm, mund të jenë tregtar, dhe duket sikur kjo dispozit apo ky kod, le ta themi kështu, e zgjidh të nyje gordiane dhe bën një shpërndarje drejt pasurisë, pra tek pasardhësi, siç e thatë edhe ju, biles Islami e shfuqizon nëse ai merr vendim që ta dhurojë gjithë pasurinë tek një person i largët, tek një institucion, pra duke mos i lënë pasardhësit, le të themi, sërish filikat apo duke lypur. Dhe ju thatë që është shumë e rëndësishme pra pjesa e trashëgimisë, por si ti ndërgjegjësojmë njerëzit, brezat, sepse ju thatë që do ngrihet, më fakt kjo duket sikur është ngritur dhe sikur nuk, madje njerëzit as nuk pyesen më fare se si ndodh, domethënë kjo lloj pjese. Faktikisht kjo është detyra jonë, pastaj si mësuesit e fesë, si hoxhallar, si njerëz që na shlën ky amanet mbi supe, që kjo gjë vazhdimisht duhet përmendur dhe duhet, siç flasim për namazin, siç flasim për agjërimin, siç flasim për zakatin, duhet flasim edhe për pjesën e trashëgimisë. Patjetër duhet të jetë, domethënë, pjesë e ligjërimeve, e ligjëratave, e hutbeve, duhet patjetër vazhdimisht. Dhe duhen orientuar njerëzit në rast të vdekjes, duhen orientuar që keni kujdes që çdo gjë të ndahet sipas trashëgimisë që e ka përmend Zoti në Kur'an. Trashëgimia është një amanet apo thjesht një dispozit ligjore, një procedurë që do bëhet? Janë të dyja bashkë, është amanet i Zotit për ne, është amanet i joni për njëri tjetrin që ta çojmë hakun tek i Zoti, edhe dispozit ligjore, pra me kuptimin që ty ligjërisht të takon ajo që e ka përmend Zoti, ty ligjërisht nuk të takon ajo që po kërkon, nëse ty nuk të takon sipas asaj që ka thënë Zoti. Pra i ka të dyja bashkë. Dhe në fakt se trashëgimia është simptom me një ndoshta problemi shumë më të madh që mund të kenë njerëzit në raport me pasurinë dhe paranë. Pra dhe si qëndron, le të themi tani, amaneti apo përgjegjësia
kundrejt paras e muslimanit. Jo, pjesa e paras apo pjesa e materis është sprova jonë si ummet. Innema ju'ila fitnatu ummati fil mal. Ummeti im është i sprovuar tek paraja, tek pasuria, pra me kuptimin kjo është një pjesë e sprovës madhe tonë. Për këtë arsye ne duhet shohim burimin e fitimit. Në momentin që ti e merr pa e merituar një trashëgimi të caktuar, një pronë të caktuar, një paratë të caktuar, është njësoj sikur ta vjedhësh. Pra nuk është haram vetëm vjedhja, kur ti e merr diçka që nuk të takon në trashëgimi, edhe po ta llan, se e thotë morë të shun ligjërisht, edhe po ta llan nëse s'është e jotja. Ka një rregull të bukur, jo vetëm ligji laik, po edhe ligji islam thotë hukmul qadi la yuhillu haraman wala yuharrimu halalan, la yuhaqqiqu batilan wala yubtilu haqqan. Ligji i qadiut, gjykimi i qadiut dhe gjykatësit nuk e bën halalin haram, as haramin halal, dhe nuk e bën të merituarën të pamerituar dhe të pamerituarën të merituar. Pra gjykatësi çfarë ndodh? Gjykatësi gjykon në bazë të provave që ka përpara. Ti je i sigurt që gjykatësi po ta jep padrejtisht. Ti ke manipulu provat. Fjala e gjykatësit që kjo gjë takon ty dhe gjykimi i tij dhe vendimi i tij se kjo takon ty, faktikisht nuk ta bën të lejuar te Zoti. Pra ne gjykatësi suprem Malik Yawmi, domethënë që pra domethënë nuk është gjithçka vendimi i gjykatësit. Neve na ka ndodhur për shembull kur bëjmë arbitrim. Për shembull gjithmonë kur arbitroj, kur gjykoj mes njerëzve, marr dhe një hoxh tjetër. Edhe ju themi këtë gjë, or ne po flasim në bazë të fakteve që na keni sjell. Ama ju duhet dini diçka, nëse dikush po na manipulon, ta di se Zoti nuk e manipulon dot. Nëse ne japim dikujt atë që se meriton dhe ai është koshient që këtë gjë nuk e meriton, po thjesht po e mbron apo po fabrikon fakte, faktikisht ne atij po japim diçka nga zjarri i xhenemit. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, ju vini dhe gjykoni tek unë dhe unë gjykoj në bazë të fakteve dhe argumenteve. Prandaj kujt i jap diçka që nuk e meriton, faktikisht i kam dhënë një pjesë nga zjarri i xhenemit. Është hadithi i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe mbyllja mbylljes, pra ky është ajeti për mbyllës, por mbyllja thot Allahu ju shëron juve në mënyrë që mos të humbisni, Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Është ka gjë të bukur këtu nga gjuhë arabe, thotë yubayyinu Allahu lakum an tadhillu. Është diçka që gjuhën arabe quhet fshehja. Po. Pra është ella tadhillu. Po në arabisht vetë kuptohet, si themi ne, la uqsimu bi yawmil qiyame, ay uqsimu bi yawmil qiyame. Nëse Zoti ju asjaron juve rregullat në mënyrë që mos të humbni. Pra, në momentin që ti i përmbash rregullave që ka sjell Zoti, ligjit, kodikut që ka sjell Zoti, nuk keni për të humbur kurrë, garanci. Pra ky është një argument që truri njerëzor nuk zgjidh gjithçka, por ka nevojë për një bazë ku të mbahet. Të do të jetë shërbim të referencës, që ta kuptoj. Po. Dhe jo çpiki. Ai mbyllet ajeti, Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Allahu është i gjithditur. Pra nëse ju manipuloni, nëse ju nuk i ndani mirë gjërat, nëse ju mashtroni në trashëgimi apo të dobtit ja merrni hakun, mashtroni në letra etj, inna Allaha kan bi kulli shay'in. Allahu di gjithçka. Pra ti nuk mund të fshihesh Zotit, ti nuk mund ti bësh lojra Zotit. Prandaj mos harroni këtë gjë. Zoti di gjithçka. Shumë, do thonë, shumë mbyllje, le të themi, shumë mbyllje e forcë. Është zauruse se rasti i parë sqaron kur ti nuk din, rasti i dytë thot kur ti din, por e ke me hile, pra të dy rastet Zoti nuk të lën që ti të humbësh, pra, nëse i marrësh porosive hyjnore. Dim ka bërë vaki kemi pas një gjykim para sa ditësh, ku kishin probleme, domethënë në një tip pune, domethënë mes dy palëve. Edhe erdhi puna tek betimi. Betimi është kur s'ka argument pala akuzuese dhe pala tjetër me që ju nuk keni fakt, provë, atëherë lirohet pala tjetër me një betim. Edhe e bëri betimin ai zotnia siç ja tham ne le të themi atë formulën e betimit. Dhe subhanallahu më morin telefon më mbrapa, ishte bërë shumë keq. Tha unë jam betuar për atë që jam i sigurt dhe i vetëdijshëm se kjo gjë nuk ka ndodhur kurrë. Mirë po tha, ka filluar një lloj dyshimi, po si kur? Tash vëlla, ky lloj dyshimi është për shejtanit mallkuar. Përderisa ti i je betuar për atë që i vetëdijshëm dhe koshient dhe i sigurt që kjo s'ka ndodhur,
Këto dyshimet janë për shejtanit mallkuar dhe mbyllën. Pra besimtari i sinqert e ka merak këtë punë, pra nuk është puna ku t'ja hedhin, sepse ai e di se ka një Zot që e shikon dhe ka një ditë gjykimi që gjyqjet do të gjykohen edhe një herë atje. Pra dhe ka pejgamberi gjykatësit janë 3, 2 në xhehenem e 1 në xhenet. Pra të gjykosh mes njerë, edhe ne për shembull që gjykojmë në raste të tilla, nuk e kemi të lehtë për Zotin, sepse duhet kuptosh i herë çfarë është gjëja, duhet dish ligjin dhe rregullën islame, dhe e treta duhet të kesh forcën dhe fuqinë për të dhënë meritorit atë që meriton. E vërtetë është. Pra edhe gjykatësit janë të fundit që hyn në xhenet, pra, se do pyetet më gjatë se të tjerët. Ju falenderoj hoxhë nderuar që ishit sot me ne. Gjithashtu falenderoj teleshikuesit për vëmendjen që na kushtuan.